që nga koha kur në detyrë ka ardhur përsëri presidenti Trump në SBA, orientimi politikave ekonomike amerikane është pak më nacionalist ose më shumë i koncentruar në fuqizimin e prodhimit vendor, ku një nga metodat ose një nga teknikat që me promovu ekonominë, çarkullimin e brendshëm të ekonomisë, është edhe vendosja e tarifave ndaj partnerëve të jashtëm për importin e produkteve në Amerikë. Kjo bëhet me qëllim që me u zhvendos prodhimin nga shtetet e tjera në SBA, i cili normalisht kontribon pozitivisht në rritjen e punësimit, të pagave, të inovacionit, e shumë aspekte tjera. Por, në periudha fat shkurt, ajo që ka ndodhur, pra që nga janari, shkurti edhe në këta 3 muaj, është një lloj kaosi për shkak të paqëndrueshmërisë së pikërisht këtyre politikave. Lëvizja brenda një periudhe shumë shkurt e një politike që është vendosja një tarife dhe heqja e saj, ose të themi vendosja një pauze për 90 ditëve në emër të negociatave me vendet partnere, ka krijuar një lloj frike ose pasigurie tek investitorët. Me njëherë frika ose pasiguria në vlerën e aseteve të investume e përkthen këta në një lloj bumerengu në vlerën e aseteve. Kjo nuk do me thonë që vlera reale e aseteve është më e ulët. Me të nuk nënkupton që vlera që përcaktohet në ato momente, pra në këtë periudhë shkurt në treg, është vlera reale e aseteve. Nëse marrim shembull një gjigant si Tesla ose si Walmart, na shohim që vlera atyre aseteve ka lëviz, do shta aty këtu negativisht, por realisht ata prap i kanë kompanit, i kanë fabrikat, kanë punëtorët, i kanë produktet, kanë kontratat në nënshkrume që kanë planifikuar investime 10 vjeçare, 20 vjeçare. Vlera reale e tyre nuk preket nga vlera e momentit. Asetet e trustit tonë. Po në këtë rast nëse shohim në atë aspektin e menaxhimit të rrezikut, ky ndryshim i politikave normalisht kjo janë një pasiguri, po që në afat gjatë do të rikuperohet ngjashëm se kurse edhe rasti i krizës financiare të viteve 2008-2010, ku me gjithë kolapsin financiar të disa prej financuesve dhe kompanive kryesore sigurimit në SBA, u rikthy besimi në tregun e patunshmërive dhe sot SBA prap vazhdon bashkë me disa vende tjera me udhëheq vlerën e rritjes së kthimit në investime në këtë treg. Profesor, po do të pyes për një çështje. Diskutohet shumë në Kosovë kjo çështja e aseteve të trusit dhe ka kritik pse janë të investuara jashtë vendit, duke thënë se ato mund të kthehen në Kosovë dhe mund të futen në tregun e Kosovës për të liferuar ekonominë, rritur ekonominë e të tjerë. Mbi çfarë baze bëhen, pra ka ligj normal, mirë po çto analizat se si duhet të investohen në mjetet dhe është gjë e mençur që ato mjetet të kthehen në Kosovë. Shqo, çështja e strategjisë së investimeve që po ma kërkoni ju, është për shembull trusti, sa kam qenë unë atëherë, ka pas një listë diku në rreth 2000 kompanive, të cilat kanë qenë të listuara si kompani me biznes ose me afarizëm pozitiv në tregje ndërkombëtare. Dhe për me bot diversifikimin dhe eliminimin e mundësisë që u përmend se si do të investohen jashtë, zakonisht është bë reduktimi i investimit të shumave të mëdha në një kompani.